Përgatita kulaç për darkë se nuk kisha bukë, kisha në fakt po ishte e hupët edhe nuk doja që t'ja vija djalit me vete në shkollë të nesërmen, edhe thashtë edhe përgatit një qik kulaç që të marri me vete bashkë me gjërat e tjera që do t'i vendos çfarë të haj në shkollë. Siç mund të shikoni tani kulaçin unë ua kam treguar shumë herë se si e përgatit, çdo gjë bëhet me sy. Unë i hedh brenda kos vezë, pak sheqer, pak kripë, se nuk e dua të ëmbël, ndaj i hedh pak sheqer. Unë e përgatit me gjalpë, mund ta përgatim dhe me vaj ulliri, s'ka problem fare. Unë e bëj me gjalp, mami me bën me vaj ulliri, që kështu çdo njeri ka ato gatimet e veta. Çfarë tjetër, edhe kos, në fund e mbrojmë me kos. As edhe një gjë tjetër. Sekreti i kulaçit që të na dalë mirë është që nuk do punuar shumë. Sa më shumë ta punoni, aq më i fortë u del kulaçi. Sa më të butë ta lini brumin, aq më i butë del edhe kulaçi. E vendos në 180 gradë që ta pjek, dhe varet edhe nga fura juaj, po do ta shikoni se si del. Si që shikoni unë bëj sasi të vogël, se nuk dua shumë, unë dhe djali hamë, edhe mund ta shoqëroni me ç'të doni.